Jena kriju veç për adhurim. Veç. Se ka fillu, wa ma khalaqtu. Ska Allahu xhallahu ala njerëz dhe gjithë i kam krijuar për të më adhuruar. Jo s'është të. Njerëz dhe gjithë nuk i kam krijuar për tjetër. Pas, nuk ka mohim dhe ka pastaj pjesa preashtuese që në gjendë në kupton një lloj kufizimi nga gjithë anët, s'pranon asnjë lajm tjetër, asnjë të vërtetë tjetër, po si sa. Adhurimi Allah të gjërë, me që është çështje madhore, me që është qëllimi i krijimit, duhet të jetë temë madhore, duhet të jetë temë bashkë që edhe kësaj teme si në këtë tema tona. Duhet të jetë përpjekje e vazhdueshme që për çit temë me fol, që to fjalë me i përhap që flasin për adhurimin, nga se për çfarë Allah na ka kriju. Dhe që kjo është ajo që Allahu tha i bën dobi besimtarëve. Dhe që kjo është Allah që ka tha, shmangë atyre, merru ti me adhurim. Merru ti me adhurim. Allah na adhuroje. Ajte në vëzër, në shumë gjare, si kurse kemë përmenë, nuk duhet më kështu fjallët. Nuk duhet më kështu fjallët, që janë fjallët tona, duhet të debate, diskutimet. Për çka të më kështu? Adhurimin dhe Allah të gjellë. Adhurimin dhe Allah të partalë. Nëse situata përketësohet, nëse situata për ta mjegullohet, nëse ka turbulenca caktuara politike në përbohet ekonomike, apo, çka duhet më kështu të këni? Debate, diskutimet, për cilja fjallëve të njerëzve që nuk din çka flasin, apo duhet të shtohet dhikri Allahut, me përmend Allahun, leximi i Kuranit, sejdja, çka do të shtohet? Dhe Allah çka i tha pejgamberit në situatën e fërkim në Kurajsh, kella la tuti'hu. Mos e ngati ato, mos e marr me to. E çka më bë? Wasjud, bo sejdë. Shtoja sejdën, se atje këndillet mendja, atje pasuhet zemra, atje qetësohen senet. Andaj Allah tha adhurimi. Ç'kjo është më rëndësi? Adhurimi, shtoja adhurimin me këtë kuptimin e fjalës, edhe në aspektin e namazit, Kur'anit, sadakas, po edhe në aspektin e shtrirjes së adhurimit në pjesën e mbetur të tezës, thëllimit të adhurimit në thellësitë e zemrës e shpirtit tonë. Muslimanët kur që kanë shku, domthonë nuk kanë glorifikuar njerëz as statuja, por është mënduar Allahu te barekuta. Civilizim që të ka mësuar me dorë Zotin, me adhuru Allahun te barekuta. Përdhem nga civilizimet e mëdhenshme që rresht e kanë shkuar njeriu nga Zoti, po edhe nga vetvetja e tij jam. Prandaj edhe ndërtimi i tokës, edhe ndërtimi i vendit, edhe kultura, edhe civilizimi, edhe zhvillimi realisht janë pjesë e adhurimit. Ne Allahun e adhurojmë nga se Allahun e dojmë. Ne Allahun e adhurojmë për shkak se në këtë besojmë. Ne Allahun e adhurojmë për shkak se për këtë kemi namon llogari. Dhe ne Allahun e adhurojmë, andaj edhe tokën e ndërtojmë, andaj na produktiv, andaj na dobishëm për vendin e për popullin, për shkak se është pjesë e adhurimit.